S'do gënjesh është dhe, se neve jemi këtu në 24/7 24 shot para kamerave, tash ti s'ke se gënjesh. Bashkë me Shqipërinë Popullore, është Republika jote e Partisë Jo, absolutisht, mua s'më duket normale. Në bazë të orizit kidet që ka ardhur në energie kozmike. It's okay. It's okay. Ai zër boti ishte po. Ja janë ato videot. Ja. Si? Dhe është dating show komplet Mamalia, dame Lorna. Të të rritë. Edhe unë më zgjidhsha me të poshuajt, nuk e shifsha ma edhe ka të pak në 10 vite që se shoh si... Mirë, si kundër e keni parë, do të flasim në këto momente për zhvillimet më të fundit që lidhen me shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 5. Kam kënaqësinë të kem në lidhje direkte dy ish-banor të Big Brother, Ilir Beqirin dhe Toros Shahnajan. Përshëndetje, ju falenderoj që jeni në Breaking. Nuk faleminderit. Përshëndetje të finë. Ky është takimi i parë edhe diskutimi i parë në fakt pas pikërisht edhe Prime-it, spektaklit të shtunës, i mbushur me shumë surpriza, me zhvillime, la në mënyrë të menjëhershme Flori shtëpinë pasi mësoi se djali i tij kishte probleme me shëndetin, po ashtu Kristi pati një përpjekje për të lënë, për të ndërprerë rrugtimin e tij pasi mori letrën nga babai. Si e keni përcjell spektaklin dhe këto zhvillime? Nisim me Ilirin? Atëre, mua më pëlqeu spektakli i javës së fundit, domethënë po arrin pak a shumë, në fillim nisi pak dobët, po arrin të paktën në pritshmëritë e popullit, duke parë komentet e njerëzve në rrjet. Edhe mua personalisht më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Më erdhi keq për daljen e Florit, nuk mendoj tërësisht se ka qenë ka të bëjë me unë do të thënë i uroj shëndet sa më të mirë fëmijës së Florit, po më duk si një lëvizje familjare të vet për ta nxjerrë Florin nga shtëpia për shkak të atyre zhurmave që kishin dalë për lidhjet e tij me botën e klimit, besoj. E qartë. Ndërkohë edhe mënyra se si Kristi përjetoi letrën, vendimi që ai ishte gati në fakt për të ndërprerë rrugtimin, duhet thënë se ka qenë një nga banorët më të votuar, të paktën deri tani, në rastet kur është hapur edhe televotim për të parë se cili është i preferuari. Toros? Okej. Shiko, po të njëjtat gjëra që thonë dhe Iliri, në fjalë Flori do na mungoj sepse do na mungonin ato batutat e tij, por çfarë i bëjmë kur ndodhin këto gjëra me fjalë edhe këto lajme që janë Mia familja mbi të gjitha familja. Por Flori do na mungoj dhe me batutën ka fshim asfalti ose ato siç i ka Flori. Mendon se problemet shëndetësore të djalit apo familja ka dashur ta largojë Florin pas publikimeve në lidhje me të? Shiko, janë një aktivitet të viteve të shkuara. Gazetarët janë ata që na kanë ngritur, por janë dhe gazetarët ata që nxjerrin dhe lajme që janë ca lajme shumë delikate. Ai tjetër po lunte një karrierë, po e lunte për qefin e vetes, edhe kur i fillojnë të do nxjerrin këto gjërat, e kuptoj që e pranoj që kur hyn atje brenda do je i personazh publik, do t'i pranosh gjitha, por duhet me qenë dhe pak më delikat. Shpresojmë të ketë qenë ajo e fëmisë, e jo e këtyre lajmeve, duke njohur Florin nga jashtë, jo nga afër. Me fjalë, besoj se nuk do ta kishte problem për lajmet, se puni këto lajme po shikojmë për ditë Shqipërimi, në Shqipërinë tonë, të dashur, po këto lajme shikojmë. Nuk është se ne po bëhet në fundi botës, se çfarë ndodhi te Flori ose tek këta të tjerë. Tash për sa i përket Florit, kurse për sa i përket Kristi duhet vazhdoj. Duhet vazhdoj sepse është lezeti, është çdo gjë me fjalë lezeti asaj shtëpie me fjalë. Ashtu siç janë dhe të tjerët që do flasim, me fjalë Casey, Mateo, të tjerët. Mësoj. Ndërkohë, nuk di se si e ka parë Iliri deri tani rrugtimin e Kristit të brenda shtëpisë. Promovoi edhe këngën e parë pikërisht për Selinën. Mua, me thënë të drejtën, Kristi në fillim nuk më ka pëlqyer. Nuk më ngjiste në fillim si lojtar,
më duke pak i shtirur me atë qetësinë e vetë që kishte, më duke sikur e shtynte vetë se ishte ai që dilte në televizion. Pastaj duke ndjekur edhe pak më, domethënë për t'i dhënë atë the benefit of doubt, fillova po e ndjekja, po e shikoja dhe Kristi ka një qetësi vrastare të brenda, ka një armë të fortë neglizhencën dhe menefregizmin përkundejt llafeve që qarkullojnë për të rreth e përqark shtëpisë, siç e ka bërë dhe të ditur ai në 2 prajme më përpara që tha unë jam arritur me këto gjëra dhe më është trashur lëkura si e gomarit dhe nuk më bëjnë më punë këto gjëra. Po ka gjetur një sistem shumë të lezetshëm, domethënë për ta shfrytzuar këtë në dobi të vetën, e kupton? Ai është Kristi, ai është ashtu siç është, sido që të jetë, është si sto spekullimet apo është ndryshe nga spekullimet. Kristi ka një karakter, domethënë që për atë format që është aty, për mua atë e bën lojtar të favorizuar. Për sa i përket pjesës së daljes pastaj, do them edhe pak, unë them, jam pak a shumë si zëri i popullit. Ajo pjesa e reklamës në mes të vendimit ishte pak dyshuese sepse të gjithë thonë që mund të jetë bërë një kundër ofertë nga produksioni brenda për mos të dalë sepse produksioni e ndjeu, ndjeu mungesën ose çfarë do ndodhte në shtëpi në mungesë të Kristit. Sepse në fundit Kristi është një element krucial atë drama. Mirë, duket se ka pasur përplasje, debate të forta, na kanë shoqëruar edhe gjatë ditëve të fundit. Tashmë duket se janë krijuar 2 pole brenda shtëpisë, do të ndjekim një insert të shkurtër e më pas kthehemi për ta diskutuar. Zemra poni kur u ty të parat. Industria tjera do vijmë do ulem gjatë do bëjmë çik më. Industria direkt do vi këtu. Shpejt. Po si jam? Mirë, Këto veprime që e merr keqe dhe edhe si zarë thandi këti. Është bërë vegël e përdorshme shumë kollaj. Ka rënë lum. Që t'ja stikën mes, Allah? Su shi aftë për këtë lojë, se përballon do presionin a gallatën, a lojën. Po shi e fshati, me tulla tjere. I ka tja këtu. Oj, Diti qa marrë këtu. Sa ta frojë s'fi këshu. Kjo si tu pra ku ka ardhë, të tregosh në shqiptë shqiptare se si duhet mos të burri, se si të rreth burri me shapka, sa veprime, ky shembull që jetë keqe. Burr sjeti, po burr morri. Po, zori frika. Po ti ku të frika ty? Keqe duke përdorur atë fjalurin që përdor, duke thënë ato ofendime ato gjona, po e ngrin mirin. Shumica e banorëve, edhe që nuk kanë qenë dakord me mirin, janë pozicionuar te miri. Ska botëra. Niveli ullet, niveli zero. Morra, skuca, janë kështu si grup. Bashkimi bën fuqin. Ti e majmuni, i mban kurriz të gjitha. Është aleanca e njerëzve me nivel dhe gjithë pjesa tjetër që e do apo e përqafon të gjithë këtë ulje të nivelit në aleancën e parë, bëj pjesë unë, Selin, Miri, Kristi. Dashni Miri, katë. Unë du të nxjerr Miri, Kristi do ta nxjerr. Stelina, ndjet edhe një mbështetje nga njerëz si Brikena, Joela. Në kampin tjetër bën pjesë Casey, Eriku, Lorna, Ina, Mali, bashkë me është një që quhet duket Mateo, e ka emrin? Fenomeni që këtu po prish gjithë Big Brotherin është Casey. Ishte një tentativë pak nga Miri dhe Angelo që të më rekrutojnë. Ju vyke pak ndi që më morë me disa parazita si pas tyne që janë për momentin këtë shtëpi. Problemi është Casey, po ti që vjen në rënd, Casey, dhe ti e problemi. Po realer një do shta me qysh, çfarë plane kanë. Disa persona vjen dakord me X-File, dhe disa persona vjen dakord me X-File. Çka nëse një person është kundra të dy polive?
Mirë, kemi përcjell edhe debate, përplasje, duket se tashmë është qartësuar krijimi 2 poleve brenda shtëpisë. Ilir? Do flasim për polet, do të flasim se janë krijuar, apo do të flasim për individët, domethënë që të heqin këto polet. Si shehti, ka 2 polet e qarta për ty sot në shtëpi? Për mirin ishte thënë që në krye të herës, po poli tjetër? Nuk i shoh të definuar mirë këto polet, ose ndoshta ata personat aty brenda, banorët, lojtarët aty brenda duan që të krijojnë këto pole që dhe ata të dinë ku të pozicionohen, sepse ndoshta ka një kaos të madh në shtëpi edhe tani duket është dita 31, kështu që dita 31 sot janë 2 sfera influencë.